Sot në studio kemi një personalitet që ka lënë gjurmë të thella si në akademi, ashtu edhe në diplomaci. Profesor universitar me dekada përvoje në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Diplomat, karierë dhe ish ambasador i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kroaci. Pas një rrugë të gjatë dhe të ndritur profesionale, ai tashmë po shijon ditët e pensionimit duke mbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës publike, por duke mbetur një zë i respektuar i mendimit akademik dhe diplomatik. Profesor doktor Milain Fetaj me mua në studio. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët, i nderuar. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi përballë pas disa komunikimeve për t'ju pas në studio dhe në kohën kur ishi ambasador, por që nuk ishte momenti për gjetur kohë dhe për të na u bashkangjitur, e tani besoj jeni më i lirë apo jo? Normal, më i lirë, më tepër kom kohë tani. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Tashmë jeni në pension, ashtu siç e thash, pas një karriere të gjatë dhe intensive. Si po i përjetoni ditët e pensionimit, ditët më të lira tani krahas angazhimeve që i keni pas edhe si diplomat, edhe si profesor universitar? Po tani normal është një ndjenjë e veçantë pas këtij rrugtimi kaq të gjatë dhe aktiv, të ndalesh pak, normal, pas angazhimeve shumë vite në universitet dhe në diplomaci, vjen koha që ki ritëm të ndryshoj, por jo të tërhiqesh, se pensionimi nuk kupton tërheqje nga jeta, por të vazhdojsh me një ritëm tjetër, me një qetësi, ta them, dhe me një mirënjohje për gjithë atë rrugtim që është kaluar. Kjo është edhe një ndjenjë, ta themi, e posaçme kur njeriu e ka të vetëdijshme se edhe më tutje obligimi dhe përgjegjësia ndaj shoqërisë vazhdon. Normalisht tani më i lirë, më tepër kohë dhe më i pjekur normal. Më tepër kohë ndoshta për t'i ndjekur aktivitetet këtu tani më, apo jo? Po edhe këtu. Jo që nuk keni munguar, më fal, në aktivitetet që janë realizuar çdo herë, aktivitetet kulturore, ne jemi takuar shumë shpesh, ju keni qenë shpesh i pranishëm në aktivitetet kulturore, por tani ndoshta me një kohë pak më të lirë dhe për të qenë më afër edhe kolegëve, miqve, familjarëve këtu. Shumë saktë se njeri duhet të vi një periudhë e cila e bie në pozicion që të mendoj për të kaluarën edhe tërkohën në këtë fazë, këto ndjenja të posaçme, unë jam i mbushur sinqerisht me një ndjenjë të falënderimit, të mirënjohjes për të gjitha ato mundësi dhe për të gjithë, ta themi, ata sfida në për të cilat kam kaluar. Dhe kjo kohë tani më jep një reflektim më tepër që t'i përkushtohem normalisht familjes, edhe të përkushtohem disa ideve të cilat për shkak të angazhimeve sikur kanë qenë në pritje e kështu me radhë. Do me thonë se rikthehem përsëri, por në mënyrë krejtësisht tjetër tani, prej një pozicioni tjetër, si njeri që nuk është i ngarkuar me termine, nuk është i ngarkuar me obligime, me takime e kështu me radhë, prandaj them është një kvalitet i ri në vazhdimsinë e jetës. Zoti Fetaj, a ka qenë më e vështirë të largoheni nga auditorët universitarë apo nga diplomacia? Dhe më intereson cili rol ka lënë gjurmë më të thella te ju? Po të di këto role janë pjesë e jetës sime dhe kanë lënë, ta themi, një thellësi. Dhe kanë pasur shumë peshë madje. Në çdo aspekt, universiteti dhe jeta si profesor më kanë formuar faktikisht 20 e sa vite, tani 25 vite në Universitetin e Tetovës, e ka bazën e formimit si njeri, si pedagog, ta them, si intelektual, kurse pjesa tjetër e diplomacisë e ka pjesën e përgjegjësisë dhe mundësisë të shërbimit ndaj qytetarëve, ndaj mërgatës, por edhe një përgjegjësi e madhe e prezantimit të shtetit tonë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në shtetin e pranimit, gjithsesi në Kroaci, në Zagreb. Cila pjesë ju ka munguar më shumë? Studentët në këtë rast ju mungojnë tani? Dhe besoj që shumë shpesh takoni apo edhe në rrugë shumë student tuaj? Gjithsesi, mungesa më e madhe është ndje takimi drejt për drejt me studentët. Aida për shkak se
ajo është ajo energjia e veçantë të cilën e jep universiteti, takimin e studentët në për amfiteatr, në ligjerata, gjithmonë ka qenë një takim me brezin e ri, një takim të them me ardhmërin, i cili të jep atë energji faktikisht dhe të mban gjallë intelektualisht. Kjo më të epër më ka munguar dhe gjithmonë edhe në Zagreb, kur i kujtojsha ditët që kemi qenë bashkë me studentët, më binte ndërmend për exemple thonja e Sami Frashtit se dituria është drita që na çon përpara, që na mban faktikisht, edhe ne në për komunikim me studentët, në për ligjerata, kemi tentuar që të brezat e ri ta mbajmë ndezur këtë dritë, ta ndezim, ta bëjmë më të dukshme. Dhe më të ndritshme. Më intereson edhe fillimi i karrierës suaj, me qenë se është hera e parë që ju kam realisht në studio dhe mund ta kemi një bisedë më zgjeruar. Si ka filluar rrugtimi yt në juridik? Dhe pse vendoset ti kyçeni këtij profesioni? Po, kjo ka qenë vitin 2001 ka filluar rrugëtimi im si profesor në Universitetin e Tetovës, si që dini në një kohë pasigurie, në një kohë konflikti. Shumë të vështirë. Shumë të vështirë, në atë kohë edhe universiteti nuk ishte i legalizuar, diplomat e studentëve nuk pranoheshin, funksionoheshin në kushte shumë të vështira. Dhe atëherë kuptova se universiteti është institucioni jonë, jo vetëm i arsimit, por i shpresës, i ardhmërisë, i dignitetit kombëtar. Dhe kjo më ka bërë gjithmonë krenar që kam pas mundësi të jap një pjesë të kontributit tim si njeri, si intelektual, mu në këtë ta themi që përdoret në këtë vatër të ditorie, si që është Universiteti i Tetovës. Po studentët, sa ka ndryshuar ndër vite, zoti Fetaj? Si e vlerëson angazhimin e studentëve tani dhe në kohën kur keni filluar si profesor të ligjeroni në Universitetin e Tetovës? Normalisht që ka ndryshuar, nuk ka dilem, mund të shëvlerësuar se studentët e tanishëm janë student më kosmopolit, më të hapur ndaj botës, studentë të cilët kanë qasje në informacion, teknologjia bashkohore e ka bërë që ato të jenë krejt një farë koncepti tjetër, dhe mu në këtë aspekt e shoh atë se çdo gjenerat, çdo bresi ka sfidat dhe vështirësitë e saja, por gjenerata e tanishme dhe ideja e universitetit kryesore është që në këtë kohë të informatave të shkurta ne të tentojmë të studentët që të zhvillojmë thellësinë e mendimit, thellësinë e studimeve. Kjo është ajo ideja të cilat duhet më tepër të japim kontribut në këtë drejtim dhe normalisht se këto gjenerata të reja unë mendoj se do të kenë perspektiva edhe më të mira edhe më të mëdha për ardhmërinë tonë të përbashkët. Është një kënaqësi e veçantë faktikisht kur ti shohësh studentët tanë për sukseset e mëdhaja që i kanë arritur në shoqëri, sot një pjesë e madhe e tyre janë partës të proceseve, deputet, ministra, prokuror, avokat, njerëz të suksesshëm, afarist, shumica kanë një pjesë e tyre edhe suksese ndërkombëtare, kështu me radhë, nuk ka lëvdat dhe merit më të madhe për profesorin kur i shef studentët e tij të arrijë suksese. Dhe sigurisht që merita më e madhe jeni ju pa dyshim, me ju dhe gjithë profesorët që kanë dhënë kontribute dhe gjithë ata që tani më janë në pension. Unë e di që ju keni kontakte të vazhdueshme me shumë kolegë pensionista, po, dhe kaloni kohë së bashku, sepse duke u nisur nga babi im, mban kontakte me gjithë kolegët dhe shoqërohet në një farë forme edhe pas ditëve të punës, faktikisht pas në kohën e pensionimit, më fal. Ba mërmendja që e bëni të njëjtën, apo jo? Edhe i kujtoni momentet e veçanta në punë, me studentët, në kohën kur ju keni ligjeruar dhe kështu me radhë. Keni nostalgji për atë kohë? Ajda, nuk mund të them se kam nostalgji, unë jam pensionist me stash shumë të vogël, 3 muaj jam në pension, 4 po mirë, po nuk kam arrit që të hinë për këto. Ende, se edhe më të tjatë që ceka prej një pozicioni krejtësisht tjetër, energjia nuk ka ndryshuar. Jo, as pak. Interesi për shoqërinë nuk ka ndryshuar. Tani prej një pozicioni krejtësisht tjetër mund të them edhe më me kualitet i shoh gjërat dhe për një prizme specifike e cila më mundson këj pozicion që e kam tani. E qartë. Nga auditorët universitar ju kaluat pastaj në një arend tjetër, diplomacin. Si ndodhi kalimi juaj nga akademia
në diplomaci? Po, ky kalim mund të them ka qenë një kalim i natyrshëm pasi që shkollimin e kam kryer në Zagreb, fakulteti dhe studimet e masterit, dhe me Kroacinë afatgjat kam bas kontakte, lidhje, po, kam marrë pjesë 15 vjet gati rregullisht në konferenca vjetore që mbahen për liderët e ri në Zagreb, në Dubrovnik e kështu me radhë, dhe me strukturat e udhëheqësit të Kroacisë kam pas komunikime, dhe normalisht kur mu besua të shërbej si ambasador në Kroaci, për ide se i njoh rrethana shoqëroro-politike atje dhe do të mund të japë një kontribut edhe më të madh për përmirësimin e marrëdhënieve në mes shteteve tona dhe vendeve tona. Sa ju munguan studentët dhe ritmi apo rutina në kohën kur më vetë se u shpërngullet atje? Pastaj flasim edhe për pjesën e familjes. Normalisht që më kanë munguar atë që e ceka edhe... Në fillim, besoj që ka qenë më i vështirë adaptimi, apo jo? Po, për mua nuk ka qenë do një vështirësi shumë e madhe, për shkak se Kroacinë e kam gjetë edhe si pjesë e jetës time, ku kam kaluar një pjesë të gjatë të jetës e kështu me radhë, dhe është një privilegj të them të kalojsh karrierën dhe të shërbesh në një shtet ku ambienti është miqësor, populli kroat ka afinitete, gjithësisht preferenca miqësore ndaj Maqedonisë si shtet, por edhe ndaj popullit shqiptar, edhe ndaj popullit maqedon, dhe ka qenë një ambient pozitiv, kudo që paraqitesh si përfaqësues i Maqedonisë së Veriut, me një respekt të veçantë, me një simpati, priçin edhe institucionet, por edhe publiku, ta themi edhe njerëzit në Kroaci. Kurse normalisht se njeriu i partën në vetveti të gjitha ato eksperienca dhe emocione prej andikavi, unë prej pozicionit të profesorit me një profesion tjetër, ta themi me një detyr ose shërbim të diplomacisë, normalisht se shumë herë më kapte nostalgjia, por kontaktit që i mbajt, teknologjia bashkëkohore mundson të lidhemi përmes videos, të lidhemi përmes telefonave, po edhe lidhjet në aeroplan e kështu me radhë janë të shpeshta. Unë e di që edhe ju kam vizituar shpesh si studente, miq të tjerë, kolegë nga këtu që keni pasur, sepse takimet të shumta vazhdimisht i kemi pa dhe në rrjetet sociale. Unë disa fotografi vetë se më i kam shkëputur dhe po na shkojnë në prapavi nga përvoja atje, nga universiteti, nga momenti kur jeni pensionuar dhe kështu me radhë. Po, familja, si e mirëpritën këtë angazhim tuaj në diplomatik? Po mund të them se bile familja ka qenë edhe mbështetësi më kryesor dhe më i rëndësishëm i karrierës sime, normalisht se ato e pritën pak me kënaqësi dhe krenari, por puna e diplomatit në shtetin e huaj, ta themi jashtë vendit, është një punë e vështirë në aspektin e ambientimit, atë që thamë se ndron krejt ritmi i jetës e kështu me radhë, por sidoqoftë janë çmimet të cilat duhet të paguhen në jetë për të pas një karrierë, ta themi, ose një ndryshim në rrugtimin e çdo njeriu në karrierën e tij. Dhe padyshim që ka qenë një ndër përvojat më të bukura që do e mbani mend gjithmonë. Nuk ka dilem, ka pas shumë raste, shumë momente të natyrave të ndryshme të cilat ngelin thellë në memorien dhe në ndjenjat e njeriu, por ajo që ngelen për gjithmonë janë lidhjet miqësore dhe njerëzore, të cilat i bartën njeriu. Do thonë edhe tani kur jam këtu të gjitha ato miqe kam atje, komunikojmë, bisedojmë, i majmë lidhjet, kurse çështje tjera protokollare dhe shtetërore ato ngelin nëpër arkivat e të di institucioneve në Kroaci. Për gjithë brezat e ri pastaj që do vinë. Zoti Fetaj, prioritetet tuaja si ambasador në Kroaci, cilat kanë qenë? Po, marrëdhëniet në mes të Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut kanë një vazhdimsi, ta themi, se shtetet bashkarisht kemi qenë edhe në ish shtetin e kaluar e kështu me radhë. Ideja ime ishte kryesore që unë prej diplomacisë, ta themi asaj teorike, utopike, të kaloj në rezultate konkrete, që të jap rezultate konkrete, për shkak se e dim se Kroacia është një ndër mbështetësit më të mëdhenj të rrugëtimit euroatlantik të Maqedonisë. Kemi përkrahjen e pa rezerve dhe sot e kësaj dite nga shteti kroat dhe nga populli kroat, ta them.
por unë e dash kontribut konkretisht gjithësisht arritëm ne që në sferën ekonomike, diplomacia ekonomike të forcohet, formua klubi i biznesit Maqedonokrat, një forum ekonomik kur afër 60 kompanie erdhën prej Maqedonie dhe Kroacie, u rrit tregtia në mes të dy shteteve. Gjithashtu është një rast me të cilën burim edhe sot se arritëm të bëjmë një marrëveshje ndërshtetrore ku studentët e Maqedonisë të trajtohen në Kroaci si studentas vendas, mos kenë participim dhe pagesë për studimet dhe mos jenë ato kvotat për të huajt, për të trajtohen si studentët e vendit, kjo që më bën të jem më i kënaqur kur e përkujtoj këtë moment. Po ka se prej Maqedonie momentalisht diku afër 4.000-5.000 studentë të studiojnë në Sloveni, kurse në Kroaci ka shumë më pak, disa qindra për shkak se i kanë trajtuar deri tani si student nga shtetet e treta, nga shtetet e huaja, dhe ka pas kvota të caktuara sa studentët pranohen, ka pas participim special, çmimet kanë qenë më të larta për çdo semestër, me këtë marrëveshje e cila prej vitit shkollor akademik të kaluar, që jemi duke kaluar prej shtatorit të vitit 2025, është në fuqi dhe tani studentët nga Maqedonia që studiojnë për universitetet e Kroacisë trajtohen si studentët e vendit. Në fund të mandatit tuaj pas ka ndodhur kjo, tamam për ta lëshuar atë vend me shumë krenari. Po kërkon çdo marrëveshje, çdo arritje e rezultateve normalisht se kërkon një përkushtim i cili merr kohë ndonjëherë se derisa harmonizohen çdo pikë, çdo presje, biseda, komunikime të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ta finalizohet është pak rënd, por ja dolën me fjalë të tjera. Po marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë si vlerësoni në kohën kur ju keni qenë ambasador? Po këto marrëdhënie nuk ka dilemë se janë marrëdhënie shumë të mira, të shkëlqyeshme dhe më të qepë vazhdon Kroacia të përkrah Maqedoninë, edhe që është një kënaqësi e veçantë të gjithë funksionarët e lartë të Maqedonisë, duke filluar edhe nga presidenti, premieri, ministrat e kështu me radhë, në takimet edhe ndërkombëtare, kur e shohën në delegacion ose përfaqësues të Kroacisë, e di se kemi mbështetjen e tyre. Kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme edhe në sferën ekonomike, në sferën e kulturës, në sferën e arsimit e kështu me radhë, por gjithmonë ekziston mundësia për më mirë dhe më tepër. Zoti Fetaju, unë e di që jeni vlerësuar për afërsinë me mërgatën shqiptare në Kroaci. Sa vend të veçantë ka diaspora për juve? Ka një vend të posaçëm diaspora dhe e vlerësoj shumë dhe kam pas fat që kam shërbyer në Kroaci, kemi një numër të madh të bashkëvendasve, bashkështetasve, bashkëjetarëve tanë që gjenerat pas generate jetojnë në Kroaci. Sipas të regjistrimit të fundit në Kroaci, diku përafërsisht prej Maqedonie kemi afër 12.000 qytetarë bashkëvendas tanë që jetojnë në Kroaci. Prej këtyre 8.000 diku janë shqiptar, kurse 4.000 janë Maqedonë. Dhe këto janë të organizuar në mënyrë shumë të mirë, ta themi në për gjithë qytetet më të mëdhenj të Kroacisë ka shoqata kulturore, edhe shqiptare, edhe maqedone, për shkak se shteti kroat finanson dhe jep një përkushtim dhe mbështetje të madhe kulturës, po dhe bashkësive, ta themi, kombëtare që jetojnë në Kroaci, bile edhe kushtetuta e Kroacisë, ligji kushtetues i Kroacisë përmendën 22 bashkësi ose pakica kombëtare që jetojnë në Kroaci dhe përmendet edhe shqiptarët edhe maqedonët, dhe shteti çdo vit faktikisht i finanson aktivitetet e tjera kulturore, gjuhësore, kështu me radhë. Unë e di që ka dhe shumë biznese shqiptare në Kroaci. Ka pas bashkëpunim mes juve dhe bizneseve, keni qenë në komunikim të vazhdueshëm për t'i ndihmuar ata në periudhën kur keni qenë atje? Patjetër me kënaqësi dhe edhe në këtë rast falenderoj të gjithë ata të cilët më kanë mbështetur dhe kanë qenë pranë meje dhe më kanë mundësuar atë privilegj që t'i vizitoj me kënaqësi. Kam shkuar tërë kohën
sidomos kur kam qenë i thirrur, ati nuk jam kursir, por edhe pa thirrje, i kam takuar e kështu me radhë, kemi ndetë, dhe tani kjo gjenerata e 3, e 4 ose e 5, dhe është një kënaqësi e veçantë kur i shef sukseset e tyre ekonomike. Ju e dini se tër Bregdeti, krejt deti i Kroacisë, prej Dubrovniku e deri në veri në Istra, ta themi. Tetova triumfon të këtë? Po të gjithë gati se triumfojnë, edhe Tetova, edhe Gostivari, ka, por kemi tani ka shumë biznese. Ashtu, ato biznese tradicionale në turizëm, në hoteljeri, gastronomi e kështu me radhë, i mbajnë si zakonisht pjesa e pologut, ta themi kështu. Por është një klasi kur i shef njerëzit tanë mirë të integruar, me sukses e kështu me radhë. Apo shfrytëzojmë mjaftueshëm potencialin e diasporës në zhvillimin e vendit, profesor? Mendon këtu në Maqedoni? Këtu, po. Po janë bë hapa në këtë drejtim, por jo mjaftueshëm, normal. Kur bën një krahasim me vitet që keni qenë në Kroaci dhe këtu? Dakor, kemi tentuar, janë bë disa lëvizje në këtë drejtim, por mendoj se duhet edhe në mënyrë edhe më transparente që shteti jonë të shpallë partner strategjik diasporën, për shkak se më kam mësuar jeta se shtetet e vogla mund të përparojnë vetëm atëherë kur ato investojnë në njerëz, në rinin dhe i mbajnë në derët e hapura për kapacitetet i diasporës. Se diaspora nuk është vetëm vlerë, ta themi, ekonomike, por ajo është edhe një vlerë diturie, vlerë njerëzore, komunikimi dhe lidhje me shtetet ku ato veprojnë. Ato kanë eksperiencat e reja bashkohore prej vendeve ato ku janë, dhe shteti gjithmonë dhe të jetë i hapur për mundësit që ato të gjitha këto vlera që i kanë të mundet të i kthejnë në vendingje në vend. Se realisht Aida, diaspora edhe pse jeton ose mërgata jonë, edhe pse jeton jashtë vendit, ato zemrën e kanë këtu. Edhe gjithmonë mendojnë dhe duan që vendi jonë të shkojë sa më përpara, prandaj ne duhet të kemi kujdes në këtë drejtim dhe më tepër të kushtojmë rëndësi. Edhe pse kemi mjaft potencial zhvillimi në vendin tonë, unë gjithmonë e them, mjafton dëshira dhe vullneti për të investuar, në këtë rast edhe ato nga diaspora mundohen që ta mbajnë gjallë vendin tonë me investimet të ndryshme që kanë bërë. Inderuar, unë këtu duhet ta përmbyllim emisionin, shumë shpejt kaluan këto minuta, do doja që të vazhdoj edhe më tej për kjo bisedë, sepse vërtet ishte shumë frymëzuese për gjithë miqt tuaj, për gjithë shikuesit dhe për gjithë gjeneratat e reja më së shumti që vlen që të ndjekin rrugën tuaj edhe si profesor i suksesshëm shumë vite të tëra në Universitetin e Tetovës, pastaj edhe si diplomat në Kroaci. Po të falenderojmë Aida për interesin dhe për kushtimin që të jemi bashkë sa do shkurt që ka qenë, por ka qenë mirë dhe përmbajtësore. Falënderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Shumë shëndet dhe suksese.